Përshëndetje, jam Flavia, koordinatore e bashkëqeverisjes. Sot do t'ju prezantoj rastin e zonjës Bilbili nga Durrësi, e cila ishte konstruar në një subjekt privat. Në janar të këtij viti kishte nisur lejen e lindjes. Ajo u drejtua platformës së bashkëqeverisjes për shkak se mungonin pagesat e lejes së lindjes nga janari në mars të këtij viti. Menjëherë, me delegimin e rastit në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Durrës, u bë mundur edhe kalimi i shumës së munguar në llogaritpjese të zonjës Bilbili. Rasti u zgjidh dhe si ky rast ka plot të tillë. Prandaj ju ftojmë që t'i drejtoheni platformës së bashkëqeverisjes për çdo problematikë, mungesë shërbim jo korrekt apo ndonjë problem tjetër që nuk keni me administratën shtetërore për të gjetur zgjidhje. Ju falenderoj.